Monumentet në qytetin e Elbasanit janë shtuar ndjeshëm me mbështetjen dhe iniciativën e Bashkisë së Elbasanit. Kështu me rastin e 100 vjetorit, është spostuar monumenti Aqif Pashës përgjatë murit të Kalas, u shtua monumenti i Lefnosit dhe së fundmi martirët kushtuar të rënëve dhe të përndjekurve. Të gjitha këto i kanë shtuar bukurinë qytetit dhe janë një vlerë e shtuar për turistët që vizitojnë Elbasanin, por me shtimin e monumenteve janë shtuar edhe dëmtuesit e tyre. Pre sulmit të personave të papërgjegjshëm ka rënë monumenti i kushtuar Çamërisë, Klithma, në qendër të qytetit. Shkronjat prej bronzi janë hequr një nga një dhe pamja e mbishkrimit që ka edhe qëllimin e këtij monumenti është kjo që shihni. Kalimtarët mendojnë se janë grumbulluesit të skrapit që po glabërojnë çdo gjë për shitje. Dëmtimeve nuk i kanë shpëtuar as monumentet e tjera, që për fat nuk kanë çfarë tu marrësh për ta shitur. Përshtypje bën indiferenca e të rinjve që dinë shumë pak për këtë trashëgimni dhe shpesh janë ata që i dëmtojnë. Qytetarët shprehen një zëri se të gjithë bashkë duhet i mbrojmë këto objekte të rëndësishme të trashëgimnisë sonë. Apeli im është që çdo njeri duhet përkujdeset për këto monumente, këto janë të mirë qytetit. Trashëgimia jonë duhet të ruajtur. Të gjitha monumentet duhet të ruajtur si gjë e veçantë, që mos i dëmtojnë as të vjetrit, as të rinj, siç ulen këtu ke Aqif Pasha ku është. Kur kaloj rrugës i gjej lart, ulen, domethënë, nuk e di pse e bëjnë këtë gjë. Për t'ullur figurën e atyre që ulen, vejnë kanaçe birre, vejnë lloj-lloj gjëra. Me thënë drejtën janë shtuar, po aty janë grumbullia plerash. Po sigurisht që duhet mbrojtur nga shteti. Është mos e nevojshme. Kush e domthon? Njerëzit që s'janë të mençur, janë jo të rregullt që i bajnë këto gabime, këto gjëra. Se i mençmi nuk e bën këtë gjë. Sido që tjetë edhe pa bukë tjetë, këto gjana nuk prishen, janë muze, janë gjana të buka, duhet kënaqemi vetë ku i shikojmë. Monumentet shënojnë historinë e qytetit. Të gjithë duhet t'i nderojmë, t'i respektojmë, sepse ato janë njëkohësisht edhe historia jonë. Sa më mirë t'i mirëmbajmë, t'i kujdesemi për ato, aq edhe në të ardhmen do të na falenderojnë mbresët që do vinë. Këtu duhet që në shkolla të forcohet edukata morale në drejtim qytetarisë. Të gjithë mësuesit, po edhe prindët. Po mendoj që një vend të veçantë dhe të madh duhet t'i kushtojnë mediat, sidomos mediat vizive. Elbasani i historisë, i trashëgimisë së pasur kulturore, të mikpritjes dhe qytetarisë, duhet të tregojë se ruajtja e monumenteve është vlerë dhe si e tillë duhet transmetuar brez pas brezi.